E zuri traktori poshtë teksa po punonte. Ky është njeriu shqiptar që humbi jetën në Itali. Gentian Muça është 31 vjeçari shqiptar i cili humbi jetën pas një aksidenti të ndodhur në Itali. Traktori me të cilin po punonte në fshat u përmbys duke e zënë poshtë. Pavarësisht ndërhyrjes së zjarfikësve dhe helikopterit të shpëtimit, për Muçën nuk mund të bëhej asgjë. Ai la pas gruan, prindrit, vëllezërit dhe një motor. Sipas mediave italiane, 31 vjeçari do të prehet në vendin e lindjes në Shqipëri.